Po pra, tipike alla shqiptarshe, bëjnë fëmijët njerë, edhe se menojnë fare se a kanë leka s'kan, s'janë asë në punë, s'kan asgjë, edhe bëjnë edhe fëmijë. Le që bëjnë fëmijë, po shkoni ja fusin nga 10 fëmijë atje, edhe pastaj dalin të lyp në rrugë. Jo më vëlla, jo, këto njerëz nuk duhet me ndihmu fare, për mendimin tim, le të çajnë kokën aty ndash të plasin, ndash të bëjnë çat duan. Duhet ta mendosh mirë, ta pyesësh veten mirë përpara se të bësh fëmijë. Njerëzit që ndihmë se mua janë njerëzit me aftësi të kufizuar, sepse ashtu i ka bo Zoti dhe këtyre njerëzve nuk kemi çfarë të bëjmë. Ama njerëzit që shkojnë e bëjnë fëmijë, që vetë punojnë, që s'kan as shtëpi, as katandi, as një gjë dhe dalin e bëjnë fëmijë dhe pastaj dalin në lypin rrugëve, aty se nuk mbaj përgjegjësi unë, aty mbaj përgjegjësi ti që i ke sjell në jetë. Për këto lloj njerëzish që nuk ka mëshirë fare. Çdo femër, përpara se të bëj fëmijë, sepse femra e ka nën kujdestari fëmijën, çdo femër përpara se të bëj fëmijë, mendoj unë, duhet ta mendoj. Dakord, jam e martuar dhe burri kemi mundësi ekonomike sepse kam edhe burrin. Duhet ta mendoj, por nëse ndodh diçka dhe burri im vdes, çfarë do bëj unë? A ka mundësi unë të rris 10 fëmijë apo s'ka mundësi? Pra, siç është një fjalë popullore, shtri komës sa ke organin. Mos del jashtë organin se s'del atë. Ashtu edhe për meshkujt në të njëjtën kohë. Duhet ta mendoj edhe mashkulli. Okej, pra edhe kur je në punë dhe kur ke kushte ekonomike duhet ta mendosh. Po nëse ngel pa punë, ai rris dot 4 fëmijë? 10 fëmijë? 7 fëmijë? Pra, duhet i mendosh këto gjëra. Edhe kur je në punë, imagjino më kur si je në punë që s'do t'i bësh fare. Unë mendoj që njerëzit që nuk punojnë, dhe nuk kanë asnjë të ardhur në shtëpi dhe janë edhe pa shtëpi, gjitha nuk duhet bëjnë fëmijë. Unë këtë mendim kam. Edhe ai që punon, duhet ta pyesë mirë veten, sepse kemi ardhur në një kohë që është shumë e vështirë të rrisësh një fëmijë. Jo të rrisësh në skamje, do thoni ju, po ne pse kemi rrit skamje? Po se ke rrit ti, se ke vujt ti, nuk duhet vuj brezi tjetër. Pra, nëse ka vujt fëmia jot, kjo s'do të thotë që edhe brezi tani duhet vuaj, se ke vujt ti, sepse ky quhet egoizëm. Ja, pra, ti ke vuajtur dhe brezi i ri nuk duhet vuaj. Pra, mos bëj fëmijë për t'i marrë në qaf. Se s'ta ka përbërgja i fëmija ta sillesh një jetë ti, edhe të shkojë në emigracion ai që 13 vjeç. Për ça? Se e ke sjell një jetë ti, edhe ke qenë ti pa përgjegjshëm që e ke sjell një jetë. Kjo është padrejtësi, kjo është shpirtligësi, kjo është quhet egoizëm. Pra, mos sill në jetë fëmijë kur nuk ke as punë, as asgjë. Edhe ai që është në punë, jo 4 fëmijë, 5 fëmijë, se me një punë ditët e sotme, nëse punojnë 2 partner, nuk mund sjellësh dot një jetë më shumë se një fëmijë sepse nuk ja plotson kushtet jetike të një jete mesatare. Për skamje thoni ju, për skamje ju mund bëni edhe nga 30. Duhet t'i mendoni gjërat, ja ndash nesër, kush do të mbaj përgjegjësi, se meshkujt shqiptar një herë, edhe kur ndaj nuk mbajnë përgjegjësi fare për fëmijët as pension as një gjë. Janë shumë përpërgjeshëm se nuk funksionon ligji në Shqipëri. Ligji jashtë po nuk funksionon. Kurse jashtë bota funksionon ndryshe. Pra femra duhet ta pyesin mirë veten kur të bëj fëmijë. Edhe mashkulli, por femra që e kanë në ngarkim fëmijën, sepse mashkulli e lë fëmijën ikën atje si bëhet von fare, as pension s'paguan as asgjë. Prandaj mos bëni fëmijë kur nuk keni asnjë lloj mundësi ekonomike. Ti mos e bëj, pastaj do thosh ti, ja po s'mora unë pasi bëra fëmijë. Është një fëmijë. Për një fëmijë kërkon ndihmë për të rritur një fëmijë, të ndihmoj njerëzit. Por nëse je situatë shumë të vështirë, ekstreme, ose nëse je vesh shndruar, pra nëse ke pësuar diçka që je bërë me aftësi të kufizuara, të ndihmoj njerëzit. Po nuk të ndihmoj njerëzit nëse ti ke sjell 4 fëmijë në jetë. Dhe nëse ti s'punon, dele lyp atje, jo po kam ngelur. Unë s'kam mëshirë për këtë njerëz fare, realisht unë s'kam mëshirë. Kam ti kenë vend, dur ti kenë vend, sy ti kenë vend, fëmijët mos i bëje 4, bëja arsarisje, dil punoj, jo po s'kam kole fëmijë, bëj ç'a dush. Fyj kokën, pse i bëre? Pra unë me këtë mendim, pra njerëzit që janë me aftësi të kufizuara duhen ndihmuar, po jo njerëzit që lindin fëmijë pa i menduar gjërat dhe pastaj dalin në lypin. Jo. Ndihmoni vetëm njerëzit që janë me aftësi të kufizuara, jo një prind që gjithë organet e trupit i kanë rregull, boka 10 fëmijë s'punon, bën edhe fëmijë edhe pastaj del në lyp. Ja, këto si meritojnë lekët.